Zjarrfikësit tanë meritojnë më shumë në një kohë kur vendi përballet me sjarre dhe situata të rrezikshme, është e dhimbshme të shohësh kushtet në të cilat punojnë zjarrfikësit shqiptar. Mjetet e vjetra, disa që prej tyre datojnë që nga vitet 90 dhe mbi të gjitha uniforma që nuk duket fare përshtatshme për mbrojtjen që kërkon ky lloj profesioni. Megjithatë, pavarësisht kushteve, ata janë aty, përballen me flakët, rrezikojnë jetën e tyre dhe bëjnë detyrën e tyre për të shpëtuar njerëzit. Por këtë meritojnë respekt dhe mirënjohje të madhe. Por pyetja është, ku është shteti shqiptar për ta? Ku është kryeministri Edi Rama? Pra, si mund të mlidhen dhe si mund të gjenden miliona euro për koncerte, evente dhe shpenzime të tjera, ndërkohë që njerëzit hyjnë çdo ditë në mes të zjarrit dhe nuk kanë pajisje për mbrojtjen e duhur. Pra, parat duhet të shpenzohen dhe duhet të shkojnë aty për zjarrfikësët, ambulancat, spitalet, mjekët dhe për pajisje që shpëtojnë jetë. Sepse këto nuk janë gjëra luksi, këto janë nevoja bazë, janë detyrimi i shtetit ndaj qytetarëve. Respekt për çdo zjarrfikës që shërben në këto kushte, por një turp i madh për një sistem që të përballen këto zjarrfikës me rrezikun pa asnjë lloj mjeti mbrojtës.